Ndëgja, vitin e kaluar nuk mirë në me deklarata politike, në jam veç çështje profesionale. Merë se na kanë lënë pa prokuror. Unë jam shumë i kënaqur kur unë jam shumë i kënaqur kur puna e Këshillit vlerësohet për transparencë, vlerësohet për integritet dhe llogaritani. Politika kalon pa kryeprokuror o zotëri. Jo, nuk kalon politika, Këshilli. I nderuar avokat. Për 4 vite Këshilli prokurat për kaluar ka pas mundësi jo një proces, 10 mjaft. Dhe po ta jap tash një argument pse ka qenë problem procesi. Kur e kemi shpoll procesin për zgjedhjen e 5 kryeprokurorëve vitin e kaluar, kemi pas takim të koordinuar si Këshill me zyrën e BE-s. Dhe kur kemi shku në zyrën e BE-s, ish kryesuesi i Këshillit e ka bënë një pyetje që unë personalisht do më një siklet dhe besoj gjithë të tjerë. Zyrës BE-s i ka thonë qysh tregona kush bën dhe kush s'bën me konkur prokurori i shtetit. Dhe rrjedhimisht mas këtij debati na ka pasur një letër nga zyra BE-s dhe veç pja lexoj çka na thot zyra BE-s. Thet, nuk duhet të ketë hapësirë për keq kuptime, pasi ne kemi komunikuar qartë se kritikat që bën publikin atku kishin të bënin vetëm me parregullësit në proces dhe nuk përfshin ndonjë vlerësim ose mendim lidhur me ndonjërin prej kandidatëve. Zyra BE-s, raporti i progresit, shoqëria civile, ambasada amerikane, të gjithë njerëzori kanë thonë keni pas një proces të kompromituar dhe u dashten 4 vite me kalu që një përbërje me thonë nga 198 prokurorë së ka sistemi prokurorial, na nuk jemi ama tjetër. Kjo mesazhi direkt ose indirekt është ky. Për mos madh se Bleri Mesufi ta ka bëu këta akuzën për ato qiqin. Çfarë prokurori po tani? Atëri më prona ja që tutet ata. Pro, rregulluar mënimi bot mirë. Procesi mënimi bot xit. Po kryeprokuror më mirë se Bleri Mesufi s'mënim me xhit. Po ti po fol tash për emër. Po unë po foli për emër sa po fryhet Albin Kurti për këtë akuzën e Ridoj Qiqit. Tash. Pra, edhe ti po fryhesh atë gjë. Me emrat përveç nuk është më fol, sepse dëmtohet imazhi. Atë që të thonë jo. Rregulluarja mirë, procedura mirë, s'ka rëndësi çfarë emër prokurori. O zotri, ti mundesh me xit me bë, me bëjmë to bravo. Po me kanë ndikim politik edhe me nxjerr një kryeprokuror shumë të lartë. Ose një kryeprokuror që avokati duhet me ditë që shkelja në procedurë përfundon gjithçka. Nëse hap aty që gavem gjykata nuk lëshohet në merit. Ti po të më thonë rregulloria kena me botë mirë edhe u kry puna, jo zot. Edhe rregulloria, po shpalla konkursi shpejt si nuk mundesh me nxjerr një emër, një figurë me integritet nga një proces i kompromituar. Mos u gotni. S'ka qenë tema është tema ushtruesës presidentës. Prandaj duhet më zhvilluar tash prokurorial duhet të ruaj integritetin dhe pavarësinë. Ti bëj rregulloret, ti bëj ndryshimet, të koordinuat me Bashkimin Evropian dhe ta shpoll konkursin në një periudhë kur nuk ka ndikim politik të madh siç ka tash. Në vlerësoj që në periudhën që tash po flasim na shkon mirë me fol për më shumë se gjysmën e mandatit të kryeprokurorit të shtetit. Po ka qenë mungesa e vullnetit të përbërjes së kaluar të Kosovës që nuk e ka nisë një herë një proces të ri sepse unë jam i sigurt që secili prej anëtarëve që ka marrë pjesë në procesin e kaluar kanë qenë të bindur edhe janë pajtuar me gjetjet që kemi pas ne si shoqëri civile. Por, ajo që ka mungu ka qenë vullneti institucional për me e shtytutje procesin, për me pranu gabimin e tyre edhe për me e zhvillu një proces. Po do me ripërsërit, procesi ka të bëj me shkeljen e procedura dhe për përzgjedhje, jo absolutisht me emra. Unë e thash edhe njëherë, brenda sistemi prokurorial, unë e besoj që ka shkelje, ka bo përvramon shumë të madhe duke e mbrojt rendin dhe ligjin e Kosovës. S'ka bo kandidati, ka bo Këshilli që ka vësh procedurën për me zgjedh kryeprokurorin. Këshilli, na po flasim për Këshillin Jo, absolut. Zoti Sali, çfarë kryeprokurori i duhet shtetit të Kosovës sot dhe a presni që mas krejt kësaj përvoje që e kemi pas deri tash e 4 vjet me ushtrues detyre, ma në fund t'jem pjek kushtet që me u zhvillu një proces me integritet dhe me pas një kryeprokuror që i duhet Kosovës. Kryeprokurori ideal për Republikën e Kosovës është ai i cili plotson kriteret ligjore që janë me ligjin për Këshillin Prokurorial të Kosovës, me ligjin për prokurorin e shtetit. E dyta, i cili zgjidhet përmes një procedure të lehtëshme dhe përmes një procesi meritor që përcaktohet me rregulloren, e cila tash pritet me u plotësuar me ndryshuar dhe me u miratuar nga ana e Këshillit Prokurorial. Dhe ky kandidat zgjidhet përmes një procesi, po thon, përmes një paneli ose komisioni i cili vlerëson në mënyrë meritore secilin kandidat në mënyrë objektive. Po e përsëris, mbrana sistemit prokurorial të Kosovës ne kemi prokurorë që mundën me ushtru
ose me marrë një detyrë të tillë. 4 vite që kanë humbë sistemit, janë 4 vite foj i vetë Këshillit Prokuroriat Kosovës. Po ashtu, besoj që edhe në ligjin e ri për prokurorin e shtetit dhe në ligjin, plotësim ndryshimin e ligjit për Këshillin Prokuroriat Kosovës, ka dështuar edhe nisma edhe ideja që e kemi përkrahur ne si GLBS që të vendoset edhe një afat brenda të cilit presidenti duhet të dekretojë një kandidat kur i shkon për emrim për kryeprokuror të shtetit. Për shkak se aktualisht regulativa ligjore përcakton afate për dekretimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe nuk edhe le hapësirë për çështjen e kryeprokurorit të shtetit. Që ne në rastin konkret vlerësojmë që kjo është më e rëndësishme se sa çështja e dekretimit të prokurorëve dhe gjyqtarëve. Pra, nëse prej një procesi të lehtëshëm, transparent dhe meritor del një kandidat për neve, ajo është i pranueshëm. Në të kundërtën thash, pavarësisht se kemi një përbërje të re të Këshillit Prokuroriat të Kosovës, si GLBS ne do ta monitorojmë në vazhdimsi secilin hap të këtij procesi dhe në çdo moment ku kemi me vreqe nuk janë duke u respektuar procedurat, pavarësisht emrit për cilin kam u fol, e rëndësishme për ne është që të respektohet ligji, rregulloria dhe që komisioni të vlerësojë në mënyrë objektive. Unë nuk e një Blerim Jusufin personalisht, nuk e një. Kur një që kumë po. Shumë e mbrojtë dhe që ta. Kur nuk e kumë po. Unë thamë që Kosovës i vinë një kryeprokuror që nuk bjen në ndikimin e politikës, nuk fleksohet nga politika, e që ka qenë Blerim Jusufi, e që e një kradu i qiqin, e që e një krimin organizum, e mbron sovranitetin, pra nuk e dija konkuron. Nuk e dija konkuron me rregullorin e ri. Por unë nuk du kryeprokurorin e shtetit me dekretuar Kulena Axhim që ka qenë akuzuar dhe dënuar për gaz lotësielës. Nuk ka shumë mirë. Edhe kjo e ul integritetin e këtij procesit. Nderuar avokat, është gabim elementar sepse kryeprokurori nuk bën ndjekje në rastet që e udhëheq. E udhëheq procesin. Prokurorin. E ka udhëheq. Këtë akuzën e ka ngritë për Banjskën prokurori special Naima Bozi. Prokuroria speciale udhëheqet po nga Blerim Jusufi. Ka me amor e Londër, nëse do dëm këmë më shtirë procedurë, pra. Kryeprokurori mund t'ja merr prokurorët. Do të pas do arsye me shkrim një arsye të me shkrim. Londër do të mundohet me smil. Mos u shtini me këtë procedurë penale, se bëjmë një debat tjetër. Po bëjmë patjetër se edhe penalista mundohet me smil. Në procesin e ri që po pritet me u shpall, çka pritni që do të ndodh edhe a do të ketë një kryeprokuror nga një proces me integritet? Nëse shohim hapjen e parë, do të thotë nëse i analizojmë edhe gjetjet të cilat i kemi pas në raportin e monitorimit të këtij procesi, e para ka qenë dizajnimi jo adekuat i procesit. Do të thotë për faktin ta zon për shembull në koncept dokument kanë qenë disa pyetje se si do të menaxhoni me parafërsisht kështu diçka, se si do të menaxhoni me administratën e sistemit prokurorial të Kosovës, ndonse për administrat kryeprokurori nuk ka asnjë kompetencë. Është tek Këshilli, është më specifikisht është te sekretariatit. Që do të thonë në atë kohë muj me thonë që gabimet i ka bo ekskluzivisht Këshilli, sepse Këshilli i ka bo dhe pyetje gabim. Për shkak se kandidatët kur e kanë pos para vetes koncept dokumentin dhe e kanë po atë pyetje, e kanë po që ajo pyetje pointohet, ata detyrimisht është dashur me shkruaj diçka dhe tash mbi bazën që asoj pyetje Këshilli Prokurorial i Kosovës është dashur me të pointu. Por çka do të thu në raport me atë pyetje që ta ka parashtruar, çdo herë e vërtet është gabim, për shkak se ti po premton për diçka që s'ke inkompetencë. Jo do e mos është dashur mu përgjigj kandidati. Kandidati është dashur me thon fal, po këto janë kompetencat Këshillit. Definitivisht po, mirë po është tash problem, Këshillin me anulu. Pra bjen se qeveria më nxjerr një vendim ose një vendim të keq, edhe na më thonë kjo është i keq, çaj vendim mos zbatohu. Pra, ju edhe që keni thonë, ka qenë se Blerimi nuk ka shfajtur që ata që kanë pointuar mirë ose kanë procedurë. Shumë e vërtet, pajtona. Blerimi s'ka qenë fajtor. Blerimi është zgjidh kryeprokuror nga organi kompetent. Po, është propozuar. Është propozuar dhe i zgdosh me ushtru mandatin, sepse s'ka ndonjë në presidentin me refuzuar asnjë kryeprokuror. Cilën e ka refuzuar deri? Po s'ka ndonjë, po shpak ka qenë Lëmezi ka qenë 2 në zonë. Ju me komo përmesu sistemin e ju, vjen ko për më avon, sikur auditore që ban. Një raport auditimi dhe thotë të përmirësohen. Ja situata këtu dallon se s'ka folta për një proces